Këtë të martë çmimi i naftës me pakicë ka arritur vlerën më të lartë që prej nisjes së luftës në lindjen e mesme. Në pikat e karburantit në kryeqytet po tregtohet deri në 202 lek nga 173 deri 175 lek që ishte para luftës, pra një rritje me gati 29 lek për litër. Shtrëngtimi nisi më 4 mars, ku litri i naftës arriti në 179 lek dhe u pasua më pas nga rritje të njëpasnjëshme, dhe vlerat më të larta prej 198 deri në 201 lek u arritën në datat 10 dhe 11 mars, kohë kur qeveria deklaroi se kishte ngritur task forcën për kontrollin e tregut. Pas këtij vendimi, çmimi ra përsëri në 193 deri 196 lek, për të rritur më pas nga e hëna në të martë me deri 6 lek për litër. Përshkallëzimi i konfliktit në lindjen e mesme kryesisht ka ndikuar direkt duke penguar rrjedhën normale të qarkullimit dhe pjesa e karburantës, pjesa e parë më e ndjeshme për arsyeën e thjeshtë se ai ndikon pastaj në logjistikën e përditshme, në transport dhe përhapet në mënyrë transversale në të gjithë ekonominë. Nuk është koha për monitorim, por për veprim, thonë ekspertët. Biznesi do t'i rriten kostot dhe do t'i vështirësohet më shumë mënyra e aktivitetit të tyre në këto kushte që tashmë ka problemet mjaftueshme edhe pak të krizë dhe fundorja janë qytetarët, të cilët do të shtrëngohet kosto jetesës dhe gjitha kjo do të përkthehet në një shpenzim ekstra për buxhetin dhe në një ulje të konsumit të tërësisht. Eksperti i ekonomisë Eduard Gjokutaj thotë se zgjidhja në këtë situatë është edhe aktivizimi i rezervës së sigurisë nëse ekziston. Nevojitet që qeveria bashkë me operatorët të bëjnë një publikim për të na thënë se sa të sigurt janë qytetarët për arsye që të mos të shtojnë më shumë pasigurit në treg dhe të mos lejojnë spekulimet e mëtejshme. Rezerva e sigurisë në rastin më të mirë ka mundësi të jetë për disa ditë. Ekspertët gjykojnë se çmimet në treg janë të ndikuara nga lufta, por nuk paraqesin plotësisht realitetin, në kushtet kur tregu është i përqendruar. Në tabelat e kompanive në pjesën më të madhe është fiksuar këtë të martë çmimi 199 lek litri. Kemi të bëjmë me një treg të përqendruar i cili vepron me rregulla të tjera dhe nuk vepron mbi atë parim që kërkon interesi i publikut apo dhe vetë i ekonomisë në tërësi dhe operon me këto lloj çmimesh të cilat reflektojnë një përshkallëzim të menjëhershëm të rritjes së çmimit në rritje dhe nuk e kemi këtë reagim në zbritje. Qeveria është shprehur se nuk përjashton rikthimin e bordit të transparencës për vënien nën kontroll të çmimeve të karburanteve nëse shtrëngtimi do të arrijë shifrat e vitit 2022, kur nisi lufta në Ukrainë. Aktualisht është në fuqi vetëm task forca, por kontrollet e kompanive për të mos lejuar abuzimet.